Përshëndetje të shtrenjtët e mi, mirë se vini në Golden Truth Tarot. Dhe tani, le të fillojmë me parashikimin e muajit nëntor për shenjën e Demit. Dema, java e parë e nëntorit do të jetë një javë fantastike për çështje që lidhen me parat, me financat, për çështje që kanë të bëjnë me cilësinë e stilit tuaj të jetesës, ju shoh të kënaqur, ju shoh të rrethuar me bollok, me begati, sidomos çështje që lidhen me gjykatat, nëse jeni në një proces gjyqësor për një pronë që doni ta përfitoni nga familja apo nga një marrëdhënie më parshme, apo dikush ju detyrohet një shumë parash dhe ju prisni që ta merrni. Mundet ose të merrni vendimin përfundimtar, që gjykata ju vlerëson, ju jep të drejtë ju dhe ju e merrni këtë shumë apo këtë pronë në këtë javë të parë, ose mund të merrni një lajm të mirë që jeni në drejtimin e duhur dhe ka gjasa shumë të larta që ju ta fitoni pjesën e gjyqit, dhe sigurisht kjo do jetë një fitore e madhe për shumë dema. Për të tjerë mund të jetë diçka më e thjeshtë, mund të jetë një rritje rroge, mund të jetë një shpërblim, mund të jetë gjithashtu orë shtesë që ju merrni në punë, mund të jetë edhe një ofertë pune më e mirë, apo mund të jetë edhe një kontratë për një projekt për një kohë të caktuar. Çfarëdo qoftë kjo për ty në mënyrë specifike, nga ana financiare do të jesh shumë i kënaqur me gjithçka që ke në këto momente. Edhe për sa i përket dashurisë dhe romancës, nëse jeni në një fazë ku jeni single dhe po krijoni njohje të reja, dema, kjo do të jetë një javë shumë e bukur, sepse do të merrni vëmendje, do të merrni komplimenta, do të trajtoheni me të gjithë atë dashurinë dhe respektin që ju meritoni, po mund të përfitoni nga ana financiare, pikërisht nga këto njohje romantike. Për shembull, dikush mund t'ju bëj një dhuratë luksoze, mundet ju blej një makinë, apo mundet që t'ju jap diçka që ju përmirëson jetesën tuaj, është përtej thjesht një gjë me vlerë, është diçka që është e rëndësishme për ju, për t'ju fituar zemrën në këtë formë. Por çështje që lidhen me parat janë në fokus, sepse kemi hënën e plot në shenjën tuaj në Dem, me datë 5 nëntor, po do ta ndjeni si energji 2-3 ditë para, 2-3 ditë pas. Dhe energjia e Demit lidhet me parat, lidhet me pronat, lidhet me gjithçka me vlerë që ty të jep siguri dhe stabilitet. Dhe kur është hëna e plot, energjia arrin maksimumin, prandaj ju ose arrini një sukses të madh në këtë drejtim, ose hiqni një frikë, një pasiguri, një ngarkesë emocionale që lidhej me pjesën e financave. Dhe do ta ndjeni shumë në javën e dytë, sepse shikoj që keni shpëtuar dema nga presioni, nga kontrolli, nga një ngarkesë që ka të bëjë me anën financiare. Dhe kjo është një çështje që ka të bëjë me familjen tuaj, me partnerin për ata që janë në një marrëdhënie në çift të konsoliduar ose të martuar prej kohësh. Shikoj që keni qenë në një situatë ku dikush për shkak të parave, të financave, ju ka mbajtur nën kontroll, nuk keni pasur mundësinë, opsionin për të bërë zgjedhjet që ju dëshironi të bëni, vetëm se jeni ndjerë të detyruar, nuk i keni pas mundësitë për t'u larguar apo për të bërë disa ndryshime për shkak të parave. Por tani, duke pasur të ardhura më shumë, tani jeni të lirë, tani nuk jeni më nën presionin apo kontrollin e dikujt tjetër. Tani mund të veproni ashtu siç ju vetë dëshironi. Po kjo do të jetë edhe diçka që do të vi pak me frikë, do të vi me pasiguri, sepse ju shoh në një situatë disa dema ku keni frikë dhe keni shumë mendime, strese të shumta që ja e ngarkoni edhe veten, sa më shumë i mendoni gjërat, i analizoni, aq më shumë do ta shtoni pjesën e stresit, pjesën e ankthit, sidomos në javën e tretë. Shikoj që kjo do bëhet problem. Mund të ndodhe edhe gjatë hënës se kemi një hënë të re në Akrep, dhe hëna e re në Akrep sjell në pas situata, frikra, paranoja, pasiguri, që kanë të bëjnë më shumë me
ty në raport me dikë tjetër, me paratë dikuj tjetër, apo me demat që janë në një marrëdhënie në çift, apo demat që do të fillojnë këtë njohje, sepse mund të keni frikë, dikush mund të ketë frikë, thoni ok, ky person po më jep dhurata, po njihem me këtë person, po më jep dhurata, po më trajton si princesha apo si mbretëresh, por më vonë mund ta përdor këtë gjë për të më kontrolluar, pra mund të jenë vetë frikërat tuaja që bëhen shkak për probleme në javën e tretë. Mund të jetë një çështje që ka të bëjë me lirinë tuaj, ok, ju e fituat lirinë, jeni të pavarur, bëni çfarë dëshironi vetë, po me lirinë vjen edhe më shumë përgjegjësi që ju tashmë nuk i ndani me njerëz të tjerë, po i keni të gjithë barën, të gjithë presionin mbi shpatullat tuaja dhe është një formë tjetër stresi nga stresi që keni pasur më përpara. Është një formë tjetër kufizimi nga kufizimi që keni ndjerë më përpara. Për dikë mund të jetë edhe frika, do krijoni një marrëdhënie tjetër, a do arrini të gjeni dikë që të jetë një person i sinqert me ju, pa siguri të ndryshme, por që kanë të bëjnë më shumë me mendjen tuaj se që janë realisht të tilla. Ju vetë po e ngarkoni veten shumë dema, sidomos duhet kenë kujdes ato dema që kanë edhe energjin e akrepit, nëse keni hënën në akrep ose ascendenten në akrep, mund të jetë më e fuqishme kjo javë për ju, mund t'ju bëj më të tensionuar, më dyshues, më skeptik, me kërkesa të larta ndaj vetes. Menaxhimi i stresit, menaxhimi i ankthit është prioritet numër 1 në javën e tretë, sepse ankthi gjithmonë vjen nga frika e së ardhmes, çfarë do të sjellë e ardhmja. Përpiquni që të jeni të pranishëm në moment, t'i gëzoheni kësaj fitorie, t'i gëzoheni shumës së parave që ju morët në javën e parë, të planifikoni bazuar tek ajo shumë që ju keni dhe të jepni vetes kohë dita ditës derisa gjithçka të zgjidhet. Sa më shumë të mërziteni për diçka, aq më shumë e bllokoni veten dhe impakti është direkt tek shëndeti juaj. Për disa mund të jetë edhe një zbulim që ka të bëjë me këtë personin që ju thash që do të filloni këtë lidhjen e re, këtë njohjen e re, mund të zbuloni që ky është një person i martuar, nga ana ligjore është akoma mund t'ju ketë thënë që është ndar, por është ligjërisht i martuar me dikë tjetër. Dhe këtu vjen edhe zhgënjimi i madh i javës së tretë, ku thoni si ka mundësi, unë besova te ky person, mendova që gjërat do zhvilloheshin mes nesh, më dha shenja që vërtet ka pëlqim të fortë për mua dhe më shikon si personin ideal, si partnerin ideale, dhe ndërkohë që del një situatë e tillë, sepse java e fundit do të jetë një javë që ka të bëjë me një kontratë nga ana ligjore. Pra mund të jetë ai momenti i ballafaqimit që të jetë ke zbuluar të vërtetën në javën e tretë, sepse është edhe hëna e re në akrep, hëna e re gjithmonë sjell gjëra që janë të fshehta, ai sjell i nxjerr sekrete, gjëra të fshehta. Kur është në akrep lidhet me gjëra që janë lidhen me seksin, me intimitetin, gjëra që janë të fshehta, tabu. Dhe ju ballafaqoheni dhe i thoni palës tjetër, unë kam zbuluar të vërtetën, e di që ti je në një marrëdhënie, je akoma martuar me këtë person e të tjera dhe do krijohet një situatë e tillë. Ju keni nevojë për një marrëdhënie të barabartë për sa i përket pjesës së dashurisë. Keni nevojë për sinqeritet, keni nevojë për respekt, pavarësisht se demat ndonjëherë e vën prioritet pjesën e parave, anën financiare, mirëqenien e dikujt dhe i anashkalojnë gjërat e tjera. Ky do të jetë një mësim me vlerë për ju, për të ardhmen. Për disa dema mund të jetë edhe një çështje ku zbuloni një gënjeshtër ose zbuloni një hile në lidhje me punën, në lidhje me këtë shumën që dikush do t'ju ofroj. Mund të zbuloni që në fakt e njëjta punë një është ofruar dikujt tjetër me një pagesë më të mirë, apo njëjti projekt e ka bërë dikush tjetër me një pagesë shumë më të lartë se çfarë ju kanë ofruar ju, dhe ju duket e padrejtë sepse keni të njëjtën shkallë eksperience në punë nga ana profesionale,
dhe do t'jetë një çështje që ka të bëjë pra me drejtësinë, me respektin, që marrëdhëniet të jenë sa më të ekuilibruara. Ju nga ana juaj do bëni gjithçka që keni mundësi që ti sqaroni gjërat, të sheshoni të gjitha dhe të kërkoni të drejtën tuaj, të kërkoni atë çfarë ju takon. Nga orakulli, mesazhi thot continuance, mendo për të ardhmen, mendo në afatgjat, mendo se çfarë do të vi në të ardhmen. Dhe kemi edhe numrin 26, 2 + 6 bëjnë 8. 8 është numri i karmës. Shumë i rëndësishëm si mesazh për ato persona që do të përfshihen, që ju thash do të përfshihen me dikë që është i martuar. Mendoni për pasojat e veprimeve tuaja, sepse mund të përfitoni nga ana financiare, por është në kurisë të lumturisë së dikujt tjetër, në kurisë të familjes së dikujt tjetër, dhe karma gjithmonë kthehet në diçka jo të mirë. Pra ti vepron, edhe dikush mund ta di situatën që ok, ky person është akoma i martuar, mund të besoj ose me naivitet të besoj që po mund të ndahen, mund të ndodhë një shkëputje, ndërkohë që përfiton nga ana financiare se ky person i jep para, nuk mendon më tej, po ajo karm pastaj kthehet në diçka tjetër. Kështu që tregoni të kujdesshëm dhe mendoni jo vetëm sot për sot, jo vetëm çfarë po fitoni për momentin, nëse keni, siç ju thash, shqetësime, gjëra që i keni mbyllur, po filloni një kapitull të ri, ok, atëherë jeni në një fazë ku gjërat po ndryshojnë, ti duhet i marrësh gjërat një ditë pas dite. Po kur është një çështje e qartë, është një çështje që ju e keni zbuluar të vërtetën, mendo në afatgjat, a është ky vendimi më i mirë për ty, sepse gjithmonë ato farat e fillimit do të mbahen mend, se si ju të dy jeni bashkuar do të mbahet mend nga personat të tjerë, ose kur do t'ju pyesin personat të tjerë, dhe do mbetet gjithmonë ajo hija e dyshimit, një lloj siç ka krijuar këtë raport me ju, mund ta krijojë me dikë tjetër. Pra mendojeni të gjitha opsionet në afatgjat, dhe kjo është një situatë karmike, prandaj duhet menaxhuar me kujdes. Dhe mesazhi gjithashtu thot continuance, mendo që këtë shumë parash që do të marrësh, ose këtë çështje që lidhet me gjykatën që do të finalizohet, sigurohu që të gjitha dokumentat të jenë të përfunduara deri në detajet e fundit në mënyrë që ti të ndërtosh trashëgiminë tënde. Aq më tepër për demat që kanë fëmijë, për demat që kjo është një pronë që ju doni ta lini pas tek fëmijët, doni që të kontriboni tek fëmijët tuaj. Ky është momenti për të menduar në afatgjat edhe për pasurinë e familjes, jo vetëm për veten. Okej, Dema, kjo është gjithçka që unë shikoj për ju, për muajin nëntor. Ju falenderoj shumë që më ndoqët. Nëse ju pëlqeu ky lexim, ju lutem më jepni një like, një koment, mos harroni të abonoheni, të bëni subscribe, që mos të humbisni videot e ardhshme, dhe nëse jeni të interesuar për një lexim privat me mua, mund të rezervoni online në www.goldentruthtarot.com. Ju falenderoj, ju uroj gjithë të mirat, mirupafshim.